ky vend, mos harrojnë miq e armiq, është i atyre që e shkelin dhe që e kanë larë me gjak. Prandaj nuk është vendi huaj dhe gjuha që flitet në këtë vend. Nuk është gjuha e huaj, është gjuha i lirishte së lashtë. Prandaj të mos shpreket asgjë nga ato të arritura që ne i kemi larë me gjak. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti mori pjesë në aktivitetin përkujtimor me rastin e 2 majit, që shënon ditën e fillimit të luftës së UÇK-s dhe shpalljes së zonës së lirë në Karadakun e Kumanovës. Ahmeti në fjalën e tij tha se çdo tentativë për të prekur të arriturat e shqiptarëve është tepër e rrezikshme për vendin, pasi ata vijnë pikërisht nga gjaku i derdhur dhe lufta e 2001-shit. Këto ngjarje përkujtohen për t'ua përkujtuar të gjitha atyre që duan të cënojnë dhe të rrezikojnë liritë tona të fituara me gjak, dhe jo të dhëna dhurat nga dikush që deshte dhe ishte aq zemërdhëmshëm për ne shqiptarët që na mungonte liria. Por u detyruan, dhe i detyruan ushtarët si pa trembur të ushtrisë qërimtare kombëtare me ndihmesën e jashtëzakonshme të vëllezërve tanë ushtarë e oficerë të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Prandaj, çdo tentativë për të prekur mbi gjakun e të rënëve është tepër e rrezikshme, sepse nuk lejon komandanti që braktisi lirinë e fituar për vete, por që i mungon të liria e një pjesë të kombit të gjakut të tij, këtu Fadil Liban. Nuk lejojnë këta të rënë të cilët qëndrojnë para nesh. Nuk lejon kulla e vrojtimit, çdo germ e çdo rresht, po ju prek asaj marrëveshje, nuk vinë ditë të mira. Ne jemi për paqë, jemi për stabilitet, jemi për të ardhmen, jemi që e kaluara të na shërbej të gjithëve si një moment. Për ne që fituam lirin tepër i rëndësishëm, për ata të cilët na i morën lirin, na bën argat e uzmeqar në vendin ton, në shtëpinë ton, le të jetë një mësim i madh, sepse ne kemi detyrim e obligim kombëtar të mbrojmë atë që e kemi arrit me gjak, me gjakun e këtyre djemve e vajzave. Prandaj larg duarët nga të arriturat tona, sepse nuk është mirë për asnjë.